Dima Albasha mori një leksion të fortë rreth ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Diplomati amerikan James Rubin ja dha një mësim jo vetëm atij personalisht, por kujtdo tjetër që mund të ketë menduar ose të ketë përsëritur narrativat e shtrembruara për UÇK-n, madje edhe atyre që sot mbajnë poste të larta si kryetari i kuvendit. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk është financuar kurrë nga paratë e pesta. Kur? Unë i kërkoja komunitetit pra agjensive të inteligjencës, ekspertëve të jashtëm, zyrtarëve ushtarak, të gjithë njerëzit pra që mund të më jepin informacione lidhur me veprime kriminale apo gjëra të tilla. Pyesja ekspertët për krimin ndërkombëtar në mënyrë të përsëritur dhe nuk kemi marrë asnjë konfirmim të këtyre komenteve pra shpifëse. Vet Basha në vitin 2012, së bashku me Jana Arsovskan, si student, kishin kontribuar në këtë narrativ të rreme, duke përhapur më tej këtë tezë të fabrikuar. Kjo ka qenë një karakteristik, një veçori e këtij gazetari në veçantë, Chris Hedges, i cili shpesh ishte i keq informuar nga burime serbe. Ky është një moment që duhet të shërbejë si kthjellim për politikën kosovare. Historia nuk mund të manipulohet pafundësisht dhe e vërteta sado vonë del gjithmonë në dritë. Shënjestër.net